çfarë do të ndodhë me 20 gusht në Shqipëri. Me 20 gusht, Shqipëria pritet të bëhet përsëri lajm botror, pasi flamingove Sorosi ju ka nis në ndihmë një flotilje të cilën e çon në Gaza. Keni pa atë kur shkojnë aktivistët në Gaza që bëhet lajm botror, ajo është anije e financuar nga këto grupet e majta të mbështetura nga Sorosi, për këta që thonë nuk e ka lëshu Sorosi Ramën, nuk e ka lëshu. Ja po keni, është kjo faqja si ka kjo Middle East Eye, tregon lajmin, e do a lexoj lajmin se nuk para është në mediat tona kjo. Pra janë anijet që nisen për të shkuar në Gaza, për të ekspozuar ndaj botës krizën humanitare, genocidin që bën Izraeli atje, kujtun gjithë më radh, kryesisht financohen nga Soros dhe nga këto fondacionet e majta ose politikanët e majtë në për botë. Para ca muajsh vajta ajo që ishin vajtën edhe ca shqiptar atje, i na lë Izraeli, i terrorizoi, u hypi si me armë, borde, kujtun gjitha. Do është e njëjta gjë që ndodh. Tani me sa duket, Sorosit nuk i ka pëlqyer darka, ndër vetë shqiptarëve ju duk sikur i pëlqeu darka me Ramën në dhërmi, po nuk mbesu, nuk i ka pëlqyer darka me Ramën. Edhe e ka nis, bëhet gati ta nis me 20 gusht anijen gjoja me shqiptar të diasporës, e cila do niset në Brindisi dhe do vinë në Sazan. Anija është ajo Global Flotilda, cila Global Sumut. E drejta për të qëndruar ja kanë vënë emrin, diaspora shqiptare në Itali kthehet për të mbështetur revolucionin e flamingove. Pra jemi me 20 gusht, 10 ditë para shtatorit. Edi Rama po përpiqet që ta çajnë revolucionin e flamingove duke futur rrugaç aty brenda protestës, e duke u zënë me njëri tjetrin, e përpjekje në thonjza legjitime të pushtetit për ta përçarë protestën, por që vazhdoj të jem me bindje që nuk do t'ja dalë, sepse ajo nuk është një protestë që është ngrit për të shuar nga Rama, është një protestë që është ngrit për ta shuar Ramën si politikan. Organizatorët e flotiljes e lidhin lëvizjen protestuese në Shqipëri me kauzën palestineze si pjesë e një betejë më të gjerë kundër shpronësimit të tokave. Pra, do nisen edhe do vinë Shqipëri për ta ekspozuar Donald Trumpin në të gjithë median botrore, barabart me Izraelin që pushton tokat e palestinezëve në Gaza. Menojeni çik qa reaksioni dhe qa dëmi të papar do t'i shkaktojnë Trumpit kjo lëvizje. Ja bëjnë shumë mirë Trumpit. Nga porti italian i Brindisit, aktivistët të diasporës shqiptare në Itali dhe Global Sumut Flotilda Itali do të nisen me 20 gusht, sepse kjo nga Italia u nis edhe herën e parë dhe kishte edhe shumë italian në bordin e saj. Me 20 gusht drejt Shqipërisë, duke kaluar Adriatikun për t'u bashkuar revolucionit Flamingo, një protest kundër ndërtimeve luksoze të mbështetura nga dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump, Jared Kushner. Shkruan kjo media Middle East Eye për këtë lajmi që u tregova këtu. Po e kanë edhe një 2-3 media tjera italiane. Si lajm nuk ka dalë mirë akoma në Shqipëri, nuk e di sepse. Flotilja me 3 varka do të lidh të 2 brigjet e Adriatikut në një moment kur aktivistët në Shqipëri po kundërshtojnë privatizimin e tokave të mbrojtura dhe rritjen e ndikimit të investitorëve të huaj. Do vinë na mbrojnë Shqipërinë se po na e shet Edi Rama. Paradoksale, por që është ndoshta ka ngele vetmja rrugë që të na e mbrojnë ata që rrinë jashtë, edhe të na e mbrojnë këto shoqatat e majta globale.
Aksioni u shpall në rrjetet sociale më 8 gusht dhe zgjedhja e datës dhe e Brindesit si pikë nisje ka simbolik të fortë për organizatorët. Në vitet 90, Pulja u bë pikë mbërritje për një nga migrimet më të mëdha në Europën e kohëve të fundit, pas rënies së regjimit komunist në Shqipëri më 8 gusht 1991, Ania Vlora, mbërritje në Bari me rreth 20.000 shqiptar në një udhëtim të vetëm. Po ta keni parasysh, është ajo Ania e madhe që i rrin njerëzit varë kështu, shqiptar duke ikë në 91-shin drejt perëndimit. Është Ania me cilën ka ikë edhe Gon Shehaj, që e përmend Goni për herë, është ai çuni i vogël atje që del me 2 gishtat. Edhe prandaj kanë zgjedh këtë, pra signifikon edhe shpopullimin që i ka bërë Rama Shqipërisë, edhe platëshkitjen që është duke i bë duke ja shit pronat. Shumë gjetje e bukur. Kjo tani flet ky artikull i flet për ngjarjen e 91-shit për Anien Vlora. Kjo ngjarje çoi në një nga operacionet më të mëdha dhe më të shpejta të riadhësimit në historinë e Italisë, me mbi 17.400 shqiptar të deportuar që i ktheu mbrapsht Italia. Emigrantët në stadiumin e Barit u lanë pa ushqim, ujë dhe kujdes mjekësor të mjaftueshëm, qindra përfunduan në spital nga dehidratimi dhe pati përplasje me policinë. E keni ngjuar këtë fllëqësirën tonë që thotë çfarë thot Italia na do e bëjmë? Se jemi poshtë Italisë, çka ka bëjë Italia shqiptarëve. Në 91-shin po i kanë harruar njerëzit, i kanë harruar edhe shqiptarët që jetojnë jashtë, edhe shqiptarët që jetojnë në Itali, që ja shesin votën e Edi Ramës e këtyre maskarejve të tjerë, që 17.400 i ka kthy mbrapsht, tjerët i kalon nëpër stadiume si qen atje pa ujë, pa bukë, e kanë përfunduar spitaleve. Ky flet Rama për pazare që i bën me meloni, flet sikur shqiptarët në vitet 90 Italia i ka prit në hotele me pesyje. Sigurisht që i ka prit, sigurisht që na kanë ndihmuar, po jo kështu siç e shet Rama. Rama spekulon sepse është duke i dhuru, ja ka dhuru ekstraterritorialitetin Italisë, Melonit, kampin e refugjatëve në Gjatër, për interesa politike, edhe spekulon, e mbulon me gjoja pritjen e emigrantëve, që s'është e njëjta gjë. Thjesht kjo është, po e them vetëm për të qerr maskën këtij edhe për idiotët që e besojnë këtë. Po atë vit, thot, 10 mijëra shqiptar të tjerë mbërritën në jug të Italisë me anije, sidomos në Puglia. Sot aktivistët e komunitetit shqiptar italian thonë se duan ta bëjnë këtë rrugë në drejtim të kundërt, pra të vinë ata këtu. Në vitin 2026, ndërsa populli shqiptar ka 6, është boherët kjo se thot 68 ditë, sot janë 79, revolt, ne duam të nisim nga Bari drejt Vlorës, të nisemi si diasporë organizuar, thuhet në një deklarat të mesdhe. Sepse i njëjti korrupsion që detyroi shumë njerëz të largoheshin në 91-shin, sot po shet brigjet, ishujt, lagunat dhe të ardhmen tonë. Aktivistët do të shkojnë drejt Vlorës, ku protestat janë përqendruar rreth të ashtu quajtur të revolucionit flamingo kundër projekteve luksoze turistike në jug të Shqipërisë. Në qendër të debatit është ishulli i Sazanit, tregon historinë tani, ku kompania e Kushnerit po mbështet një resort luksoz me vlerë 1.4 miliard dollar, një projekt tjetër lidhet me zonën e Zvërnecit brenda peizazhit të mbrojtur Vjos Nart. Revolucioni i flamingove është emërtuar sipas lagunës së Nartës, ku duan të ndërtojnë resort, thonë organizatorët. Nuk është thjesht një destinacion turistik, është një ekosistem i gjallë me mbi 200 specie zojsh migrator, përfshirë flamingot roz dhe komunitetet që jetojnë aty ndër breza. Flasin emigrantët pra për këto deklarata, për këtë median e huaj. Duam të kthehemi, për aktivistët kjo kauzë lidhet edhe me historinë e emigrimit mes dy vendeve. Jam pjesë e diasporës shqiptare në Itali, kujtesa jonë është e lidhur me detin, tha Klara Osma. Është kujtesa e anijeve të vitit 90, stadiumeve ku shqiptarët u mbyllën dhe u deportuan. Diaspora ruan këtë historinë dhe këtu lidhet kujtesa me ato që po ndodh sot me revolucionin e flamingove dhe pse vendosëm të lundrojmë, tha ajo. Sepse pas 30 vitesh shohim një brez tjetër shqiptar që kërkojnë të drejtën për të qëndruar dhe ne duam të kthehemi. Për Anton
Nazeraj, një artist shqiptar italian, protestat janë këta aktivistët pra që vinë me këtë, kanë folë gjithë, ka folë edhe i tjetër Toni La Pizzirella, shtoj jam rritur në komunitetin shqiptar, ky që ka italian, jam pikërisht miqtë e mi me të cilët jam rritur. Organizatorët e shohin këtë nisë si një protestë kundër shfrytëzimit të tokës dhe turizmit luksoz në të gjithë Mesdheun, përfshirë edhe jugun e Italisë. Në Puglia, grupet mjedisorë aktivistë lokal kanë kundërshtuar një resort të planifikuar Four Seasons pranë Ostunit, një projekt që përfshin kompani izraelite të pasurive të paluajtshme, Omnam. Pra në Itali, kanë dashur me investu në një zonë këta si këtu ke ne, $115 milion, dhe e ka kthy mrapsh protesta e italianëve në Puglia. Nuk kanë pyetur se janë izraeli apo amerikan, kanë protestu. Është edhe i projekt tjetër e që e përmendin këta këtu, projektin gjanë projektit të debatueshëm pranë Tavolarës në Sardenjë, i kundërshtuar për arsye mjedisore. Ky është Spanjë, e keni parë që nisi dhe e kanë lënë sepse nuk e pranuan qytetarët. Aktivistët shqiptarë italianë dhe ata të Global Sumut Flotilla thonë se këto betejë lidhen me çështjen më të gjerë, kush kontrollon tokën dhe burimet në Mesdhe. Pra e quajnë si pushtim të Mesdheut, investimet e këtyre lloj investitorëve nga Puglia. Shohim çfarë po ndodh në Shqipëri dhe e ndjejmë si diçka shumë të afërt, tha La Pizzirella. Turistifikimi dhe ndërtimi i resorteve po transformon tashmë territorin ton. Ne duam t'i lidhim këto betejë. Aktivistët paraqesin gjithashtu këtë udhtim si pjesë të një lufte globale kundër zhvendosjes së popujve. Të njëjtët që financojnë shtypjen e popullit palestinez dhe planifikojnë të ndërtojnë një qendër turistike mbi rrënojat e Gazës, janë ata që synojnë të mbulojnë ekosistemet e ishullit të Sazanit me resorte, thuhet në deklaratën e Mesdhe. Kushner ka pas rol debatueshëm projekte për ndërtimin e Gazës. Kritikët thonë se ky projekt mund ta çojë në zhvendosjen e popullsisë dhe zhdukjen e kulturës palestineze. Pra e krahasojnë Shqipërinë me Gazën, e masakrojnë dhëndrin e Trumpit, cilin e keni pa është në lindjet mesme këto ditë, ka shku në Egjipt, ka shku në Izrael me taku Netanyahu për të vënë jetë planin e kthyerjes së Gazës në një çmenduri siç nuk imagjinohet, pra siç e kanë vend turistik, ku diun, vend miliarderësh. Këto gjëra tani, se po e mbyll këtu se s'kemi çaj lexojmë më. Këto lloj lëvizjesh vijnë prapë te ajo që e kam shpreh për herë, është revolucion brenda smajtës, detyra e shqiptarëve, e gjithë shqiptarëve, po edhe këtyre që janë të majtë, që janë pjesë e këtij revolucioni, është që t'i japin mundësi këtij revolucioni që ta çojnë një herë Shqipërinë në zgjedhje. Pra të bëhen njëri palë zgjedhje të lira, le t'i fitojnë Partia Socialiste, le t'i fitojnë e majta, po të bëhen zgjedhje. Sepse nuk mund të quhet i suksesshëm ky revolucion nëse mbetet vetëm brenda smajtës. Se mund të ngrihet këta që e sjellin këto anijet e ky Sorosi me shokët e vet të gjithë me radhë, mund të ngrihen edhe mund ta arrëzojnë Edi Ramën me brenda grupit parlamentar edhe pastaj brenda PS-s. Po kjo nuk ka efekt, nuk do prodhojnë asnjë gjë të mirë për Shqipërinë. Mund njeriu tjetër që mund ta anullojnë projektin e Sazanit e këto, po korrupsioni nuk çmontohet në klientelizmi, jo, nepotizmi i pushtetit, jo, shkëputja me bandat dhe me krimin, jo. Prandaj është mirë që ky le të jetë revolucion brenda smajtës, por për mua, prandaj e mbështes unë këtë protestë, prandaj jam pro kësaj, edhe pse s'mlidh gjë me këto lloj aktivizmi ose me Sorosin ose me këta. Le t'i jap Shqipërisë mundësinë për të bërë një herë një palë zgjedhje të lira dhe të ndershme, pra ta dim që nuk u vodhën zgjedhjet. Le të mos i fitojnë opozita, le të mos i fitojnë asnjë parti e re, s'ka rëndësi fare, le të fitojnë PS-ja prapë. Po të bëhen të lira. Le të mbahen të lira zgjedhjet,
Edhe atëherë quhet revolucioni i flamingove quhet i suksesshëm. Ose nëse kanë plan, se këto ndoshta do ta shkruaj ose do ta bëj një video tjetër nesër, nëse kanë plan ta bëjnë PS-n edhe PD-n si PASOK-u dhe neodemokracia në Greqi, pra të krijojnë një gjurulldi dhe një shkundje politike në Shqipëri, siç bën në Greqi, që e çun grop PASOK-un dhe neodemokracinë, djathtën dhe të majtën tradicionale. Ndoshta është mirë edhe kjo, vjen një forcë e re, po edhe nëse do shkojnë përpara ky projekt ose kjo ide që është të hedhur, nuk shkon, mos më shpreh si maci për petullat, as Gon Shehaj, as Arlind Qorri, as Adriati Klapaj. Dhe nxjerr kjo protesta atë liderin e kësaj partie, atë Sirizën e re, nxjerr vet kjo dhe kryhet ajo pastaj. Bën një mandat dhe rikthehen prapë, ndoshta shkunden se ka një kokë fortësi për të mos ndryshuar as PS-ja dhe as PD-ja. Kështu që e kanë të nevojshme një shkundje, ose shpartallim ose shkundje për të reflektuar. Pra kjo është ngjarja që do ndodh me 20 gusht, që pritet ndodh, e kanë lajmëruar në rrjetet sociale, e kanë botuar disa media. Sorosi po i nis Ramës anijen që të çon në Gaza. Shqipëria do bëhet krye lajm botror. Sigurisht targeti kryesor është do masakrojnë Trumpin dhe Edi Ramën këtu në Shqipëri. Ajo darka ndërmi, për ata që kanë fërku barku nga thënë shqyr që u pajtu në pas ka gjë Rama me Sorosin, i interesoj Ramës për ta nxjerrë ashtu, se me qënë dhe kishte hedhë edhe Aleksi vetë në një rrjet social, se zakonisht vizitat në Shqipëri dhe takimet me Ramën i ka pas postu në rrjetet sociale. Gjohemi, bëjeni share këtë videon nëse ju ka pëlqyer dhe bëjeni subscribe dhe abonohu. Thoju në miqve, shokëve çka keni. Të vinë dhe ata dhe të bëhen pjesë e këtij diskutimi që bëjmë këtu her pas here, natë për natë, ditë për ditë. Faleminderit, natën e mirë.